Kush e ka fajin që në Kosovë do të votohet prap? Në këtë pyetje duhet të përgjigjet secili prej jush vetë, sepse mendimet natyrisht që dallojnë shumë varësisht nga përcaktimet tuaja politike. Por tani dihen të gjitha faktet më të rëndësishme për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë. Partitë në Kosovë dështuan të zgjedhin presidentin e ri. Kuvendi u shpërnda, ndërsa zgjedhjet e jashtëzakonshme do të mbahen me 7 qershor. Ndërkohë dihen edhe oraret e regjistrimit dhe të votimit të diasporës, e cila në zgjedhjet e kaluara ka pasur një rol vendimtar. Mërgata do të ketë 12 ditë afat që të regjistrohet për këto zgjedhje. Nuk e dia do të votoni dhe ku do të votoni, por mundësit janë këtu. Mërgjimtarët kanë të drejtë vote. Ata mund të votojnë në përfaqësitë diplomatike në vendin ku jetojnë, pastaj mund të votojnë me post, por mund të shkojnë drejt edhe në Kosovë dhe të votojnë atje. Aplikimi për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës fillon me 6 maj dhe do të zgjat deri me 17 maj të vitit 2026. Votimi përmes poste do të zhvillohet nga data 25 maj deri me 6 qershor 2026, ndërsa në përfaqësitë diplomatike do të votohet me 6 qershor. Ndoshta e dini, por po e them edhe një herë që në përfaqësitë diplomatike mund të votojnë vetëm një numër i caktuar i votuesve për shkak të mungesës së kapaciteteve. Listat e sakta të qendrave të votimit dhe numri maksimal i votuesve në këto qendra do të përcaktohet deri me 6 maj. Ndërsa, mërgjimtarët që duan të shkojnë në Kosovë dhe të votojnë atje, këtë mund ta bëjnë sikur të gjithë shtetasit e Kosovës, pra do të votojnë me 7 qershor. Ndryshe, nëse planifikoni të shkoni për votime në Kosovë, ndoshta nuk është keq të siguroni biletat që tani. E një prej mundësive më të sigurta për bileta është edhe sponsori i kanalit ton, Rajze Byro Prishtina. Biletat mund t'i bleni në faqen e internetit që po shihni këtu poshtë, www.flyrbp.com. E nëse përdorni kodin Bakricani, pra emrin dhe mbiemrin tim, mund të keni edhe lirime për çdo bilet. Ndryshe, fushata zgjedhore do të zgjat vetëm 10 ditë, nga 28 maj deri me 7 qershor. Subjektet politike mund të aplikojnë për zgjedhje deri me 10 maj, ndërsa shorti do të hidhet me 16 maj 2026. Sa i përket kostove të këtyre zgjedhjeve, buxheti i planifikuar është rreth 10.900.000 euro. E të mos harrojmë që këto janë votimet e treta parlamentare në Kosovë prej shkurtit të vitit të kaluar. Por, besoj se të gjitha këto i dini. Sidoqoftë, këto janë pra informacionet më të rëndësishme dhe kryesore për zgjedhjet dhe votimin e diasporës. Ndërsa, ju e dini vetë a do të votoni, ku do të votoni dhe cilën parti do të votoni. Sidoqoftë, mos harroni ta shpërndani këtë video, sepse me siguri që ka edhe të tjerë që akoma nuk janë abonuar në kanalet e mia dhe janë të interesuar për këto informacione. Ndërsa unë ju përshëndes kudo që jeni dhe miropafshim.